Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shpëlqyet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Në jetën e njeriut, kur rrethanat ndryshojnë vazhdimisht mes begatisë dhe sprovës, lutja mbetet ura më e sigurt që e lidh zemrën me Allahun dhe i jep kuptim çdo çasti të jetuar. Njeriu nuk është krijuar për të qenë i pavarur, por për të qenë kërkues, shpresplot dhe i lidhur me krijuesin e tij në çdo kohë qoftë ai. Prandaj, lutja për mirë nuk është vetëm reagim ndaj vështirësive, por një gjendje e vazhdueshme e besimit që e pastron shpirtin, e qetëson zemrën dhe e drejton njeriu drejt së mirës në këtë botë e në botën tjetër, duke e bërë jetën një dialog të pandërprer me mëshirën hyjnore. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju ftoja të ndiqnim së bashku ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme nga Kurani famuljar, ku do të shohim 3 ajetet e para të surës Fatir. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Lavdërimi qoftë për Allahun, krijuesin e qiejve dhe të tokës, pa shembull të mëparshëm, i cili i ka bërë ëngjëj të dërguar me nga 2, 3 dhe 4 krah. Ai shton në krijim çfarë të dojë. Allahu, me të vërtetë, është i pushtetshëm për çdo gjë. Askush nuk mund të pengoj atë që Allahu ua jep njerëzve nga mëshira e tij, dhe askush përveç tij nuk mund të jap atë që ai e pengon. Ai, Allahu, është i plot fuqishmi dhe i urti. O njerëz, kujtoni mirësitë e Allahut për ju. A ka ndonjë krijues veç Allahut, i cili ju furnizon nga qielli dhe toka? S'ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç tij. Atëherë, si po largoheni? Të dashur vëllezër dhe motra, pasi ndoqëm së bashku ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme, do ju ftoja të ndiqnim tashmë rubrikën e temës për sot, ku do të flasim rreth temës njeriu të lutet për mirë në çdo kohë. Kjo temë e ditës së sotme përmbledh një realitet i cili çdo besimtar ose besimtare e njeh shumë mirë. Lutja si një pjesë e thellë dhe e rëndësishme e besimit islam. Nëpërmjet lutjes, njeriu forcon lidhjen e tij të vazhdueshme me Allahun, jo vetëm në çaste vështirësie, por edhe kur është në begati, edhe kur është në qetësi, por ashtu edhe kur është në gëzim. Lutja nuk është një akt i përkohshëm, por gjendje shpirtërore, e cila vazhdon te shpirti i besimtarit çdo ditë dhe më shumë duke u forcuar. Ajo është frymëmarrja e zemrës dhe shenja më e qartë e vetëdijes se njeriu është gjithmonë i varur nga krijuesi i tij. Allahu i Madhëruar e fton njeriu drejt lutjes së pandërprer dhe e lidh drejt për së drejti me përgjigjen hyjnore, kur thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. E kur robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Ajeti 186 i surës Bekara. Ky ajet nuk e kufizon lutjen në një kohë të caktuar, pra vetëm në gëzime, ose vetëm në hidhërime, ose në çfarëdo lloj situate qoftë në jetë, por lutjen e vendos në një pozitë
që e hap derën e saj për gjithmonë. Afërsia e Allahut nuk është e kushtëzuar vetëm nga rrethanat, por është e kushtëzuar vetëm nga sinqeriteti i zemrës. Nëse njeriu është i sinqert në atë që lutet, Allahu afrohet më shumë me atë person. Nëse një njeri e bën lutjen sa për të lutur dhe nuk e ndjen atë çfarë po lutet, atëherë Allahu xhaleshanuhu nuk është se largohet nga ai personi, por pret që njeriu të jetë edhe më i sinqert dhe të fillojë dhe të forcojë edhe më shumë lidhjen e tij me lutjen, që kjo lutje e lidh atë me Allahun xhaleshanuhu. Prandaj besimtari musliman lutet për mirë në çdo kohë. Çfarë në kupton? Lutet në kohën kur falet, lutet kohën kur flet gjumë, lutet kur bën ndonjë gjë e mirë ose e zorshme është për të, lutet në çdo çast, sepse e din që Allahu është me të në çdo hap që ai hedh. Sepse Allahu është ai që i hap dyert e mirësisë, e begatisë, e riskut, pra e shumë gjërave të tjera në këtë jetë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: lutja është truri i adhurimit. Dhe ky është një realitet i cili në ditët e sotme është prekur shumë, sepse njeriu kur lutet e kupton që nëpërmjet lutjes ai afrohet më shumë me Allahun. Por kur afrohesh me Allahun xhaleshanuhu, pra i adhuron Allahun xhaleshanuhu, dhe kjo quhet si një afrim, një adhurim ndaj Zotit të gjithësisë. Përmes lutjes, njeriu shfaq varësinë e tij të plot, për ulësinë dhe shpresën e pastër që ka ke Zoti i tij. Një adhurim pa lutje është shumë i thatë, ndërsa lutja e bën adhurimin më të gjallë dhe zemrën të zgjuar. Ne falim namazin. Namazi është për adhurimeve më të rëndësishme në fenë e pastër islame. Por vetë namazi është një lutje, është një afrim tek Allahu xhaleshanuhu. Dhe në fund të çdo namazi ne lutemi tek Zoti i gjithësisë, i themi Allahu xhaleshanuhu çfarë kemi breng ne brenda në zemrat tona, ja shfaqim Allahut, sepse e dim që nuk ka zgjidhje tjetër veçse të mbështetemi te Zoti një dhe i vetëm. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: kush nuk i kërkon Allahut, Allahu zemërohet me ta. Dhe ne nuk e duam këtë gjë. Kjo tregon se lutja nuk është vetëm e drejtë e njeriut, por njëkohësisht është edhe përgjegjësi shpirtërore. Në momentin që njeriu nuk lutet, lind vetkënaqësia, ndërsa kur lutet, lind ajo njohja e dobësisë njerëzore, me kuptimin që njeriu ka nevojë për një fuqi më të madhe se ai që të ecë në këtë jetë, të jetë i mbarësuar dhe të jetë pra i mbrojtur nga çdo e keqja. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: lutja është çelësi i mëshirës dhe arma e çdo besimtari. Pra arma e besimtarit nuk është dhuna, por lidhja me Allahun xhaleshanuhu. Ajo e mbron zemrën nga dëshpërimi, nga sëmundjet e zemrës, nga frika dhe humbja e shpresës. Dhe lutja prandaj ka një pozitë shumë të lartë në besimin islam. Për këtë gjë Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: lutuni Allahut edhe për gjërat që mendoni se janë të vogla, sepse asgjë nuk është e vogël për Allahun xhaleshanuhu. Kjo na mëson se lutja për mirë do të jetë gjithmonë e vazhdueshme, si në çështje madhore, ashtu dhe në ato çështje detaje të jetës së përditshme, sepse çdo gjë është nën kontrollin hynor. Kur njeriu lutet për mirë në çdo kohë, zemra e tij ruan ekuilibrin shpirtëror. Në begati, lutja e mbron nga mendjemadhësia, në vështirësi, lutja e shpëton nga dëshpërimi. Kurani famulart e përshkruan natyrën njerëzore duke i thënë: njeriu lodhet duke u lutur për të mirën, por kur godet e keqja, bëhet i dëshpëruar. Ajeti 49 i surës Fussilet. Kjo është qenia njerëzore. Islami e edukon besimtarin që të mos lutet vetëm kur është në hall, por të lutet vazhdimisht në mënyrë që zemra të mos lëkundet mes skajeve të tepërta emocionale. Nga këndvështrimi shkencor, studimet bashkëkohore mbi psikologjinë dhe neuroshkencën tregojnë se lutja dhe meditimi i rregullt kanë ndikim të drejtë për së drejtë në sistemin tonë nervor. Lutja e sinqertë
ul nivelin e hormonit të stresit, pra të kortizolit, stabilizon rrahjet e zemrës dhe përmirëson funksionimin e sistemit imunitar. Të gjitha këto i bën vetëdijshëm lutja. Por kur njeriu lutet vazhdimisht, trupi i tij kalon nga gjendja e alarmit në një gjendje qetësie, çka ndihmon në shërimin gradual të shumë çrregullimeve psikosomatike. Zemra bëhet më e qetë, frymëmarrja më e rregullt dhe mendja bëhet më e fokusuar. Këto janë mirësitë e lutjes, të nderuar dëgjues dhe shikues. Veçanërisht e fuqishme është përvoja kur përgjigjet lutja e besimtarit ose e besimtares. Kur njeriu sheh se lutja e tij është përgjigjur dhe është pranuar, në zemër lind një ndjenjë e thellë sigurie dhe besimi. Dhe kjo forcon shpresën, rrit optimizmin dhe krijon një lidhje emocionale shumë të fortë me Allahun xhaleshanhu. Nga ana shkencore, kur njeriu t'i përgjigjet lutja, kjo përvojë aktivizon mekanizmat e shpërblimit në tru, çka do të thotë duke çliruar hormone që lidhen me ndjenjën e kënaqësisë dhe paqes së brendshme. Në aspektin shpirtëror, përgjigjja e lutjes është dëshmi se njeriu nuk është kurrësi i braktisur, por i vëzhguar dhe i dashur nga krijuesi i tij. Megjithatë, edhe kur përgjigja nuk vjen në formën që njeriu pret, lutja mbetet mirësi. Dhe për këtë gjë, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, ndonjëherë vonesa e përgjigjes është dhuratë, sepse Allahu dëshiron ta dëgjojë më gjatë zërin e robit të tij. Kjo e edukon zemrën me durim dhe me besim të thellë, duke e çliruar nga ankthi i menjëhershëm dhe duke e lidhur me urtësinë hyjnore. Lutja për mirë në çdo kohë është ushqim për shpirtin, qetësi për zemrën dhe shërim për trupin e njeriut. Ajo e mban njeriun të lidhur me burimin e vërtet të forcës, e pastron zemrën nga errësirat dhe e ndriçon jetën me shpresë të palëkundur. Njeriu që lutet vazhdimisht nuk është kurrë i vetëm, sepse çdo fjalë e tij ngjitet drejt qiellit dhe çdo përshpërim e tij dëgjohet nga ai që është më afër se damari i qafës. Lutja e vazhdueshme për mirë e edukon njeriu edhe në mënyrën se si e sheh jetën dhe ngjarjet e saj. Kur njeriu i drejtohet Allahut në çdo kohë, ai mëson të mos e shohë realitetin vetëm me sy të materjes, por me syrin e besimit. Çdo sukses shndrohet në falënderim dhe çdo sprovë kthehet në mësim. Dhe Kurani na udhëzon qartë dhe na thot Bismillahirrahmanirrahim. Dhe lutjuni atij me frikë dhe shpresë, me të vërtetë mëshira e Allahut është afër bamirësve. Ajeti 56 i surës Araf. Kombinimi i frikës dhe shpresës në lutje krijon ekuilibër të brendshëm, duke e mbrojtur njeriu nga fatkeqësia dhe humbja e shpresës. Eklibeti paqja qoftë mbi ta e kanë theksuar se lutja e vazhdueshme pastron zemrën nga urtësia dhe e mban shpirtin gjithmonë të gjallë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, zemrat të ndryshken ashtu si hekuri. Pastrimi i tyre është veç se përmendja e Allahut dhe lutja për mirë. Një zemër që nuk lutet, dal nga dal humbet ndjeshmërinë ndaj së mirës dhe së vërtetës. Ndërsa zemra që lutet rregullisht mbetet e butë, e përulur dhe e hapur ndaj udhëzimit hyjnor. Kjo butësi e brendshme reflektohet edhe në sjelljen e jashtme të njeriut, duke e bërë më të durueshëm, më të mëshirshëm dhe më të drejtë me të tjerët në shoqërinë ku ai jeton. Nga aspekti psikologjik, lutja e vazhdueshme, gjithmonë për mirë, ndihmon në ndërtimin e qëndrueshmërisë sociale dhe emocionale. Njeriu që lutet rregullisht vazhdon dhe zhvillon një mekanizëm të shëndetshëm në përballjen e tij me stresin, ankthin dhe pasigurinë. Shkenca moderne e lidh këtë gjendje me rritjen e ndjenjës së kuptimit të jetës dhe kontrollit të brendshëm, duke ulur ndjeshëm rrezikun e depresionit dhe lodhjes mendore për njeriu. Kur lutja shoqërohet me besimin në Allahun xhaleshanhu,
është një armë shumë e fuqishme që ka njeriu, sepse në ato momente ai e din se forca i vjen nga fuqia absolute, i vjen nga Allahu xhaleshanhu. Dhe kjo i shndrohet në qetësi dhe jo në tension. Pra të dashur vëllezër dhe motra, lutja për mirë gjithmonë në zemrën e besimtarit e shndron jetën e njeriut në dialog të pandërprerur me krijuesin e tij. Besimtari nuk i drejtohet Allahut me fjalë, por me gjendjen e zemrës, me heshtjen, me durimin dhe me shpresën në Zotin një dhe të vetëm. Profeti Muhammed na ka mësuar se lutja nuk humbet kurrë, ose pranohet në një herë, ose shtyhet për një mirësi më të madhe, ose ruhet si shpërblim në botën tjetër. Kështu që njeriu që lutet vazhdimisht jeton i qetë, sepse e di se çdo lutje e tij është e dëgjuar dhe çdo fjalë e tij është e ruajtur në mëshirën e Allahut xhaleshanhu. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke u lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.